Linja hekurudhore Durrës-Rogozhin, segmenti I parë I korridorit të 8 ka hyrë në rrugën e realizimit dhe do të shërbejë si një alternativë më shumë transporti për të gjithë qytetarët. Zëvendës kryeministrja, njëherësh ministrja e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, dha honorjetë sociale projektin e kësaj linje hekurudhore, për të cilën një ditë më parë në Tiranë u nënshkrua marrëveshja me Bankën Evropiane të Investimeve për financimin e saj. Balluku shkruan se linja hekurudhore Durrës-Rogozhin, një projekt që tashmë ka hyrë në rrugën e realizimit dhe që do të shërbejë si një alternativë më shumë për transportin e të gjithë qytetarëve. Brenda vitit do të jetë gati projekti I plotë I segmentit hekurudhor Durrës-Rogozhin, që parashikohet të dorëzohet si vepër në 2028. Gjatë nënshkrimit të marrëveshjes, Balluku tha se ky segment do të pasohet edhe me segmentin Rogozhin-Pogradec, që do të dorëzohet në vitin 2029. Këto projekte strategjike, kombëtare dhe rajonale e përafrojnë Shqipërinë akoma më shumë drejt ëndrrës së saj të Bashkimit Evropian, deklaroi zëvendës kryeministrja. Gjatë vizitës zyrtare të përfaqësuesës së lartë për punën e jashtme dhe të sigurisë dhe zëvendës presidentes së Komisionit Evropian Kaja Kallas në Shqipëri, u nënshkrua një paketë financiare e BE-s me vlerë 90.5 milion euro për rindërtimin e seksionit hekurudhor Durrës-Rogozhin ndërmjet Bankës Evropiane të Investimeve dhe Qeverisë së Shqipërisë. Fondet përbëhen nga një grant I BE-s me vlerë 60.5 milion euro I kanalizuar në kuadrin e kornizës së investimeve të Ballkanit Perëndimor dhe një hua prej 30 milion eurosh nga Banka Evropiane e Investimeve. Fondet do të mundësojnë modernizimin e kësaj linje hekurudhore me gjatësi 34 km midis portit të Durrësit dhe Rogozhinës në Shqipërinë qendrore, e cila shtrihet në korridorin 8 multimodal që lidh portet e Italisë Jugore, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Bullgarinë. Projekti është një rëndësi strategjike si zgjerim tregtues I rrjetit TEN dhe në plan ekonomik dhe investimeve të BE-s për Ballkanin Perëndimor. Kostoja totale e projektit është vlerësuar në 121 milion euro e bashkëfinancuar me një hua prej 30 milion eurosh nga Banka Evropiane për rindërtimin dhe zhvillimin. Korridori 8, 172 km I gjatë, është një korridor që nuk I shërben vetëm Shqipërisë. Ai është një korridor energjetik dhe infrastrukturor që lidh Italinë, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe përfundon në Bullgari.